محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhura falëndrojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur në takimin e kaluar se në kohën tonë që dominojnë paqartësitë, migullinet e shumta dhe njeriu kaplohet nga frika dhe paniku, është shumë e rëndësishme se me çka mirret njeriu. Është shumë e rëndësishme që njeriu të përcakton burimin e informatave dhe orientimin e tij, nga se përndryshe bëhet si një leck në erën që fryn dhe e përplas vazhdimisht poshtë e përpjet. Padyshim se lakmia e njeriut nuk ka fund, dhe kjo shkon duke rrezikuar gjithmonë tjetrin. Pangopsia, lakmia, dëshira për dominim janë smundje të kahmotshme të njeriut. Dhe në momentin kur njeriu këtu nuk i trajton si duhet dhe nuk kurohet si duhet, ato bën me të vërtetë një rrezik potencial për njeriu dhe burim i vazhdueshëm i krizave. Allahu xhallahu ala në Kur'an na mëson se me çka duhet njeriu të mirret, cili është aktiviteti i tij kryesor dhe cili është pastaj burimi i duhur që përmes tij njeriu frymëzohet, udhëzohet, e organizon jetën dhe e orienton ka duhet. Në takimin e kaluar kemi përmendur se në këto kohra gjithmonë, por veçanërisht në këtë kohë, kemi shumë nevojë që të lidhemi me Allahun te bareku te ala. Ta shtojmë bindjen, mbështetjen e Allahut xhallahu ala, ta shtojmë adhurimin, që të garantojmë një siguri shpirtërore, një qetësi të brendshme, përkundër dallgëve të shumta që përplasojmë me tonë jetën tonë të përditshme. Mirë po të nderuar vëllezër, adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala nuk duhet të jetë i ndëlidhur me krizë saktuar. Nuk është manifestim periodik, nuk është emocion, por është mbi gjitha këto dhe më tepër. Prandaj duhet që të flasim për adhurimin nga shumë aspekte, që me të vërtetë ta qartësojmë dhe krizën që sot njeriu ka kapluar në raport me adhurimin ta kalojmë me sukses. Kjo krizë e adhurimit që njeriu po kalon për të shfaqet dhe manifestohet në forma të ndryshme, duke filluar nga njohja e adhurimit, pastaj tutje tek të gjitha njësitë e tjera që përbëjnë shpalosin e duhur dhe njohuritë e kërkuara në raport me adhurimin e Allahut te bareku te ala. Sa ne kemi përmendur të nderuar vëllezër se qëllimi i krijimit është adhurimi. Dhe kjo nuk është një thënie kalimtare, nuk është një teori që thuhet, por është një jetë e tërë që mbi bazën e këtij kuptimi jeta organizohet, orientohet dhe njeriu mbi bazën e këtij adhurimi i njeh gjërat pastaj dhe reagon në mënyra të ndryshme. Që themi se adhurimi është qëllim është lehtë. Mirë po, si ta shndërrojmë në praktik këtë kërkesë hyjnore. Këtë lajm të madh që Allahu na dha, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjenët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, pas që të më adhurojnë. Ky lajm kaq i qartë, ky informat kaq e pastër, është padyshim për neve baza e jetës tonë. Pse jetojmë? Çfarë kuptimi ka jeta? Çfarë kuptimi kanë begatit e jetës që ne i gëzojmë? Ku e gjejmë ne arsyeën për të vazhduar tutje, për të bërë sabër e kështu me radhë? Përgjigja këto pyetje dhe shumë tjera që sot janë krizë që ne ju po kalon në për to është te ky ajet, se ju kam krijuar për adhurim. Prandaj, në raport me adhurimin ngrihen shumë pyetje. Një nga ato është si të bëhet adhurimi qëllim. Adhurimi nuk është një qëllim nga qëllimet. Jo,
adhurimi është qëllimi kryesor dhe është qëllim në bazë të të cilit pastaj koordinohen dhe orientohen edhe qëllimet e tjera. Çdo qëllim në jetë i cili është në shpërputhje me këtë qëllim duhet të anulohet. Nga se çdo konkurrencë, qëllimet e krijimit është konkurrencë destruktive, e dëmshme për njeriu. Prandaj të ndërrozër, tema është serioze, është jetike. Nga se Allahu po thot jetën ua kam dhënë që të më adhuroni. E si ta bëjmë jetën adhurim? Si tjetë adhurimi qëllimi kryesor i jetës tonë? Kjo është ajo që duhet t'japim përgjigje. Pastaj ka dhe pyetje tjera, që çdo pyetje që e ngritim dhe japim përgjigje, realisht bëjmë një përpjekje praktike për ta tejkaluar krizën e adhurimit, krizën e orientimit që sot e ka kapluar njerëzimin në mbar botën. Të nderuar vëllezër, rrugtimi jonë drejt kësaj përgjigjeje që adhurimi te qëllimi jonë i vetëm, adhurimi Allahu te bareku teala, dhe të gjitha qëllimet e tjera në jetë, çfarë do ato qofshin, të jenë në përputhje me këtë qëllim, hapi i parë praktik që duhet ta ndërmarrim në raport me këtë temë madhore është përcaktimi i pozicionit. Kush jeti? Kush jeti? Shumë është e rëndësishme. Kush jeti? Ti e robi Allahut azza wa jall. Ti i krijuar. Për Allahu xhallahu wa çka tha? Ja ejuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, nuk tha ju besimtar, nga se tema i përket të gjithë njerëzve. Pozicionimi njeriut ku e ka vendin, përgjigjen e pyetjen kush je ti, nuk i përket besimtarve, por i përket të gjithë njerëzve. Prandaj Allahu te bareku teala kur jep përgjigje në këtë pozicionim, kush je ti dhe ku e ke vendin, drejtohet me emrin njeri. Ja juhan nas, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të varfër, ju keni nevojë të vazhdueshme, të pa alternativë për Allahun te bareku teala. Prandaj adhurimi bëhet qëllim kur ti vazhdimisht e ke parasysh, i bindun dhe praktikisht e manifestoj këtë bindje se je robi Allahut dhe ke nevojë për Allahun te bareku teala. Dhe se kjo nevojë që ke për Zotin ushqehet përmes adhurimit. Andaj bëhet adhurimi qëllim. Ti je robi Allahut, ke nevojë për Allahun xhallahu ala. Ai nuk ka nevojë për ty. Ti ati nuk i duhesh. Ai është Zoti i gjithësisë. Ai është i gjithdijshmi, dhe ne jemi ignorantët. Kemi nevojë që ai të na mëson. Ai është i gjithfuqishmi, ne jemi të dobtit. Kemi nevojë që të forcohemi përmes asaj që Allahu na jep nga forca dhe fuqia prej anës së tij. Ky është pozimi i duhur. Ne nuk kemi asgjë, jemi të varfër, jemi duar zbrazur, duar bosh, nuk posojmë asgjë. Ne jemi shfryzues të begative. Të gjitha janë në dorë të Allahut, të gjitha janë të tij. Ai është pronari real. E kur kështu pozicionohesh, e kupton se qëllimi i vetëm një jetë bëhet pastaj adhurimi. Të gjitha tjerë bëhen pastaj të parëndësishme, ose jo të rëndësishme së qëllimit që po flasim për te. Pozicionohu, ku e ki venin? Ku e ki venin? Venin e kite karriga e quajtur, rob i Allahut. Ai që në vazhdimsi ka nevojë për Allahun xhallahu ala. Ti ai cili e keni zbrasti në zemrën tënde që nuk mbushet pas me Allahun xhallahu ala. Çdo përpjekje me mbush me diçka tjetër, nga çka do që ka të bëjë me këtë dunja, nuk ka me mbush atë vend. Dhe mbetja e këtij vendi bosh ka me prodhu gjithmonë shqetësime, panik, frikë, pasiguri tek njeriu. Prandaj mbetet që të mbushet me Allahun xhallahu ala. E kur këtë e kupton, adhurimi bëhet qëllim. Sa ma tepër e qartësojmë pozicionin, aq më qartë kemi qëllimin. Prandaj nisu ka kjo pikë, ti je robi Allahut azza wa jall. Dhe kështu pastaj bëhet adhurimi qëllim. Kjo është udhëzim praktik. Pozicionohet te kjo pikë, robi Allahut. Unë nuk di, ai më mëson. Nuk mundem, ai më ndihmon. Nuk kam, ai më jap. Jam i smur, ai më shëron. Nuk ekzistoj, ai më ka mundësu të ekzistoj. Gjitha janë prej tij. Krejt çka kemi nga Allahu te bareku teala. Çështja e dytë, në këtë rrugtim, e që nuk duhet let me e kalu këtë pikë nga s'është e rëndësishme, ka të bëjë me jetën, është
veprat e tua që ti i bën, lëvizjet e tua. Burimi që legjitimon këtu ku është? Ti kur qosh në sabah, qëndrimet të caktuara që i merr, reagimet, planifikimet e tua, realisht ku e kanë bazën, ku burojnë? Që tjetë adhurimi qëllim, duhet që të mësohesh se baza tjetë shpallja. Pozicioni është robi, ndërsa baza është shpallja. Shpallja Allahu të zhëllë. Allahu ka krijuar i robi ti. Dhe që mos lajthetesh, mos t'jesh i humbur, që mos t'jesh i dezinformuar, i manipuluar, mos t'jesh laraman, mos t'jesh i leckosur, i harnuar, por t'jesh i kompletuar si duhet. Allahu ka dërgu pejgamber dhe ka zbit libra. Ta ka dërgu pejgamberin a.s. dhe ta ka qu Kur'anin. Që tjetë adhurimi qëllim, duhet tjetë Kur'ani si burim. Burimi jetës, burimi informimit, burimi frymëzimit, madje edhe burimi i legitimitetit për jetën tonë. Çka është e mirë, çka nuk është e mirë, ku e kupton ti? Cila është baza mbi të cilën ti përcakton qefet e tua, disponimin tënd, fjalori që me te përzgjedh dhe kupton gjërat që ty të rrethojnë. Cili është? Shpallja duhet të jetë. Fjala e Allahut azh. Kur bëhet fjalë për lirinë, ku e kupton ti çka është liria? Në cilin fjalor? Që është burimi yt që mbi bazën e ti pastaj e kupton lirinë që e sillon jetën tonë? Cila është liria që ti e sillon jetën tonë? Liria e epshit, e shpënimit, e argëtimit, e shpenzimit, apo cila liri që ti e sillon jetën tonë? Është ajo që flet Kurani për të. Që ajo është liria kryesore. Që ti je i lirë nga gjitha prangat e dunjas, e materializmit, i lirë, ai që realisht gjitha këtu i dominon, i shfrytëzon, ndërsa i vetë është robi Allahu te bareke ve teala. E kështu po. Nga se ka shumë sot të ndërvullat vëllezër burime që të mësojnë se çka është jeta, çka është e ardhmja, çka është e mira, çka është liria. Po ne si besimtar që kemi adhurimin qëllim, ne duhet që ta kuptojmë se legitimiteti dhe përkufizimi i duhur dhe i sakt i gjërave dhe i koncepteve është tek shpallja Allahu te barekuhu teala. Ai është i gjithdijshëm dhe ai ka shpall Kur'an, ka dërguar pejgamber për këto çështje. Na mëson çka është jeta, na mëson çka është familja, çka është gruaja, çka është burri, çka është fëmiu, çka është begatia. E shumë tjera koncepte sot të manipuluara, madje të sakatosura, të gjymtosura. Kemi nevojë që t'i kthehemi Kur'anit, t'i kuptojmë pse jetojmë. Andaj adhurimi bëhet qëllim kur Kur'ani dhe suneti pejgamberit alayhis salam bëhet burim i informimit, burim i legitimitetit dhe burim i orientimit të jetës tonë. Kjo është kërkesë emergjente, prioritet që nuk duhet besimtari më na shkalu. Gjithmonë të pyesim se a thu vallë, çka thot feja për këtë çështje? Çka thot shpallja për këtë çështje? Madje edhe për detajet më të imta të jetës tonë, duhet që të mësojmë të kthehemi në burim e mos ta kundërshtojmë burimin. Mos ta kundërshtojmë burimin, por të bindemi atij, nga sa Allahu te barekuhu teala në bazë të bindjes tonë do të na merr në llogaritë e gjykimit. Për këtë arsye Allah i ka lavdruar besimtarët duke thënë se mas që kanë besuar në Allahun te barekuhu teala, ata thanë wa qalu sami'na wa ata'na. Dëgjuam shpallin, ne e dëgjuam fjalën, ne e dëgjuam porosin, ne e dëgjuam mësimin dhe ne tashmë i bindemi. Jetojmë sipas të mësimi, kuptojmë sipas të mësimi, mendojmë sipas të mësimi, analizojmë sipas të mësimi e kështu me radhë. Dhe një nga ato të rëndësishme të përkohën tonë se ky Kur'an na mëson se nuk ndodh asgjë pa lejen e Allahut te barekuhu teala. Është e mjaftueshme për t'i dhënë jetës qetësi dhe siguri të ndërrovë në këto situata të pasigurisë dhe hallakame që po ndodhin nëpër tërë botën. Allahu na ruaj nga sherrri i asaj që po ndodh. Prandaj që të jetë adhurimi qëllim dhe duhet të jetë qëllim i përmend dy gjëra më rëndësi: pozicionimin dhe burimin e jetës tënde.
Allah na mëson që të jemi adhurues të denjtë të Allahut te bareku teala. Adhurim të kompletuar që do të flasim për të në detaje inshallah. Por duke filluar nga ajo që ta kemi qëllim, jetojmë për të adhuruar Allahun azza wa jall. Qëllimi jonë është adhurimi Allahut te bareku teala. E që të jetë kështu, duhet që të përkujdesemi sinqerisht dhe praktikisht për të që përmena pozicionin ku e ke, kush je ti dhe ku i merr mësimet e tua, kush është mësuesi yt, shpallja apo diçka tjetër është shumë e rëndësishme. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Qul qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të ndërru vëllezër, ka shumë fjalë që mund të thuan si përgjigje në pyetjen si të jetë adhurimi qëllim. Unë i përmena 2 nga ato, e do ta përfundoj edhe me një. Por do të vazhdojmë të flasim për adhurimin, nga se është shumë e rëndësishëm, gjithmonë, veçanërisht në kohën tonë. Si ta bëjmë jetën adhurim? Si të jetë adhurimi i Allahut te bareku ve teala? Adhurimi ndaj Zotit të jetë qëllimi i jetës tonë. Duhet të marrim përgjigje. Përgjigja është në pozicionin që e ke. Përgjigja është në burimin e informatave dhe legitimitetit për jetën tonë. Dhe e treta të ndërvozë. Ajo që na mundson që ta kemi qëllim adhurimi praktikisht, jo vetëm si fjalë dhe teori, por praktikisht, është edhe çështja e ahiretit. Jeta nuk përfundon me vdekje. Ne jemi të bindur këtë. Nga besimi jonë është të besojmë në ditën e gjykimit. Ka punë pas vdekjes, ka rrugtim pas vdekjes, ka pyetje, ka përgjegjësi, ka llogaridhënie, ka siklete. Gjitha këto të ndërlodhën. Mbi çfarë bazë mund të japim përgjigje në pyetje? Mbi çfarë bazë mund të arsyetojmë konsumin në dunjë që kena hëngur e kena pi? Çysh e arsyeton ti, çysh e paguën ti? Mbi çfarë bazë shpëton nga llogaridhja ditën e gjykimit për Allah të mënduar kur ai të pyet, çka i thua? Ku është rrugdala nga gjitha këto? Gjitha ato siklete, mundime. Na jemi të bindur se ka xhenet. Na jemi të bindur se ka xhehenem. Andaj çfarë ti bëjmë kësaj çështje? Çfarë ti bëjmë xhenetit? Çfarë ti bëjmë xhehenemit? Si ti japim zgjidhje vetes në raport me këto? Që të shkojmë në xhenet, të shpëtojmë nga xhenemi. Si ti ja bëjmë? Përgjigjja është në temën tonë. Le të jetë adhurimi qëllim këtë rregullohen. Ja përgjigje duhur, lloga ridhënia bëhet e lehtë dhe përfundimi të bëhet xheneti. Kaq. Prandaj që të jetë adhurimi qëllim, duhet që të jetë breng udhëtimi për të vdekjes. Çka? Po, sa kemi brenga shumë të ndonjë dhe jeta është e tillë, mirë po, atë brengos fakti se kime vdek. Jo si akt, jo si ngjarje, jo si ndarje, po si vazhdim i rrugtimit. Atë brengos që është se kime dalë para Allahut me dhënë llogari, atë brengos. Atë brengos llogaridhënia. Atë brengos fakti se kime qëndruar mes xhenetit dhe xhenemit e nuk e din ka është pastaj orientimi yt, atë brengos. A është breng ditore për ty kjo? A e ke gale këtë? Nëse kjo nuk është gale, nuk mund të jetë adhurimi qëllim. E pamundshme është. Për të qenë adhurimi qëllim, duhet të jetë ahireti gale dhe breng. Shumë e qartë, praktik. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhis salam, kush e ka ahiretin brengën kryesore, Allahu punë t'ja mbledh dhe çështjet e rahaton. Breng me pas, gale me pas. Jo panik, jo frikë të pa kuptim, jo. Më gale po, breng, ç'sha bëjmë? Çka do bëjmë? Për arsye të ndërlodhur vëllazër, në përmbyllje, ai njëri që ka ardhur tek pejgamberi alayhi salam e ka pyet, kur është dita e gjykimit? I tha pejgamberi sa, çfarë ke bogati për te? Kjo gale jote. Nuk është gale jote kur është dita e gjykimit me kalendar ti me ditë. S'është punë jote kjo. Prandaj shumë gale kemi në dunjë që nuk duhet të kemi gale. Shumë brenga shpesh na ngarkojnë, po nuk duhet na ngarkojnë. Apo
duhet me na ngarku, po jo deri në nivelin që neve na ngarkojnë. Ndoshta ka brenga, ka gale që ju kemi dhënë hapësirë shumë më të madhe se që meritojnë jetën tonë. Dhe gjitha këto pastaj kanë ndikuar që me të kur brengën për ahiret, galen për dale për Allahut, galen për llogaridhënie. E gjitha këto debalanse, këto të kurje, zgjerime të panevojshme, të pakoordinuara, me shpalljen kanë sjellë probleme. Prandaj edhe nuk është adhurimi qëllim. Adhurimi bëhet qëllim kur ahireti bëhet brengë dhe gale serioze. Këtu janë trija të vëllezër që konsideroj janë me rëndësi jetike të madhe që adhurimi të bëhet qëllim i jetës tonë, pozicionimi, legitimiteti dhe gale jote, çfarë gale ke. Allah na i larou gale dunjas, na ruan nga sprovat e dunjas. Allah na mëson që brenga jonë kryesore të jetë brenga e daljes për Allahut, brenga e llogaridhënies, brenga e përgjegjësisë për begati që i kanë konsumu. Dhe në raport me këtë konsum kaq të madh, me gjitha këto begati, falërimi është shumë i vogël. Adhurimi është shumë i zbehtë. Çka i themi Allahu te barekutaala? Ta përmirësojmë gjendjen, ta bëjmë qëllim adhurimin, pastaj edhe fatura e konsumit le të paguhet ditën e gjykimit tek Allahu te barekutaala, nga se ai kështu ka garantuar se fatura e gjithë konsumi, madje edhe fatura e ekzistimit paguhet përmes adhurimit të Allahut te barekutaala. Allah na ruan nga devijim, nga lejthitja, nga krizë e shumta dhe nga probleme që sot po ngulfat njeriu dhe po ja zbejnë jetën dhe po ja kufizojnë edhe kënaqësinë, edhe lumturinë, por edhe po ja ilësojnë shimin e begative që Allahu te bartë me të ka begatuar. Allah na dhash sigurinë në vendin tonë, rahati e mirëqenie. Na lut Allahu xhallahu nga këto kriza të shumta që po kërcojnë njerëzimin të formave dhe përmasave të ndryshme, ekonomike e tjera me radhë që fatkeqësisht jena përfshirë në ato, nëse Allah na i largon Allahu azza xhall et na ruan nga sherri i tyre. Të ndërruar vëllezër, në përfundim të kësaj hutbe, më lejoni që ta përcjell një kërkesë të kryesisë së Bashkisë Islame që sot është kërkuar nga gjitha xhamit në Kosovë të vendoset posta që të kërkojnë ndihmë nga xhamati për të blerë një parcellë që duhet për një aktivitet të rëndësishëm në kryeqytet të Kosovës. Bëhet fjalë për një tokë vakëf që kush investon sot, sa të rgjall ai vakëf i shkon sevapi atij e familjes së tij. Ai kush do me kontribu për vakëfin, e është mundësi e madhe me kontribu për vakëf, le të jetë bashkëpjesëmarrës sot në këtë iniciativë dhe këtë fushat që është ndërmarrë nga ana e kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Zoti ja shpëton pasurinë, Allahu dhon bereqet e shëndet familjet e juaja, Allahu i shoft të smurit tan e Allahu aleso dhimbjet e mundimet e tyre, Allahu largo brengat e pikëllimet e njerëzve e na mundësoj që të jetojmë në hijen e adhurimit të Allahut azza xal, të pajtuar e vëllazër mes veti dhe shpëtuar ditën e gjykimit. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.